Përshëndetje, dhe jemi bashkë në këtë hapësirë informative, të flasim për aktualitetin politik dhe më konkretisht për fushatën zgjedhore. Me mua në studio është bashkuar kandidatja për deputete e koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, zonja Ilda Zhulali. Zonja Zhulali, faleminderit shumë që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Kam shtypjen që është hera disat që merreni me fushat, angazhoheni politikisht në një fushatë zgjedhore, por kësaj herë çfarë ka ardhur ndryshe sipas jush? Kjo është hera dytë që merr me fushat pas zgjedhjeve lokale 2023-shit. Por kjo është hera parë që unë kandidoj për deputetën Kuvendit e Shqipërisë në qarkun e Tiranës. Ajo çfarë shoh është dy gjëra. E para, në të gjitha takimet që kam zhvilluar deri tani, ka një padurim për ndryshim në Shqipëri. Pse e shikoj këtë padurim? Sepse njerëzit ka një ndjesi shumë të madhe të pasigurisë. Ndjen të pasigurt për jetën. Ne pa dje për shembull skenat nga Laçi, një zonjë ambulante, shitse ambulante, u plagos për shkak të një konflikti me armë të disa trimbe. Po kjo nuk është një rast i izoluar fatkeqësisht, kjo është bërë e pranishme në të gjitha qytetet e Shqipërisë dhe ne nuk e dim sot se kush e ka nën kontroll territorin. Pra pasiguria e parë që vjen për jetën, pasiguria që vjen për anën financiare, ka një varfëri shumë të madhe në Shqipëri dhe veçanërisht kjo ndjet kur ndjet në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë, mund ta imagjinoni se si është në qytetet e tjera. Ka një pamundësi financiare, jo vetëm të atyre që janë në nevojë për ndihmë ekonomike, dhe këto janë njerëz që jetojnë në kushte të një mjerimi. Është një varfëri e skajshme, për cilët ne kemi propozuar një paketë të minimumit jetik të paktën me 200 euro në muaj, dhe të marrë në fund vitit 450 deri 500.000 lekë si rimbursimi i ilaçeve dhe të TVSH-s. Mirë po ka një pasiguri financiare edhe atyre që të marrin rroga që janë relativisht ulta, duhet thënë, krahasimisht me vendet e tjera të rajonit apo në Europë, edhe duke patur parasysh çmimet shumë të larta që janë këtu, për cilët ne kemi premtuar që rroga mesatare do të jetë 1200 euro, si në sektorin publik ashtu edhe sektorin privat. Dhe pse ndihen këta njerëz të tillë? Sepse është në fund fundit shpërblimi i punës, dijes, ai që do duhet të siguronte një qetësi të paktën financiare. Dhe nëse nuk e kanë këtë qetësi financiare, as 30 vjeçarët, as 40 vjeçarët dhe as 50 vjeçarët, mund ta imagjinoni se sa të pasigurt ndihen pastaj ata që janë pensionistë. Dhe ne duam që këtyre njerëzve t'u ofrojmë këtë gjë. Ka pasiguri për pronën. Ka një numër shumë të madh qytetarësh që ende nuk i kanë banesat e tyre të legalizuara. Për shembull në njësinë 11, kjo është kaq shumë e pranishme, pjesa më e madhe e banorëve të asaj zone ende jetojnë në shtëpi dhe nuk kanë letra dhe nuk ndjehen sigurt se çfarë mund ndodh nesër me pronën e tyre. Sepse ju keni parë që edhe kjo qeveri vjen ta shem banesën dhe të hedh mes katër rrugëve, dhe nëse ti nuk ke asnjë letër që vërteton që ti ke një pronë, pra është investimi i një jete, pastaj aty merr fund çdo gjë, apo jo. Ka pasiguri për atë që han, pasiguria ushqimore, sepse ne të gjitha produktet që vëmë në tavolinë na kanë dalë që janë të kontaminuara disa herë me salmonel, disa herë me pesticide, nuk dim nga na vinë edhe se sa na prekin të gjithë dhe së bashku, sa prekin fëmijët, sa i helmojnë ata dhe të gjithë në tjerëve. Pra kjo pasiguri është e përgjithshme dhe ndihet kudo. Dhe në të njëjtën kohë, unë ndjej që ka një shpresë kur takohen me mua qytetarët, thonë që shpresojmë që të vini ju në pushtet, të ndryshojnë gjërat, dhe këtë e kuptoj që e kanë me besim të plot, kur e thonë, sepse tek ne kanë parë një alternativë serioze. Kanë parë një ekip serioz me njerëz të përkushtuar, me njerëz me integritet, me njerëz që e kanë seriozisht atë që thonë, dhe janë njerëz që kanë ardhur me një plan. Programin tonë brenda 4 javësh e kam përvetësuar gjithë. Këtë gjë kam kuptuar ditë pas dite në fushat, edhe më vjen mirë për këtë, kështu që i gjithë ky besim që gjej tek qytetarët buron nga këto element, dhe ne me këtë besim, me këtë shpresë dhe optimizëm, po shkojmë drejt zgjedhjeve të 11 majit që janë vetëm pas një jave. Të gjithë problemet që ju sapo i cekët, besoj që lidhen me parat. Ku do gjenden këto parat? Ekonomia. Mendoni që do jetë e mundshme ajo ndërhyrje imediate, siç ka thënë kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha për një ditë të para për të rregulluar ato problemet që janë? E shikoni si një kohë të duhur për të rregulluar problemet, apo është kohë e shkurtër për të parë të gjitha ato problemet kryesore që ka vendi sot?
Jo, është plotësisht e bëshme. Pra, çdo qeveri kur vjen në pushtet, gjëja e parë që ndryshon është politika e taksave. Qeveria e Partisë Demokratike edhe në të shkuarën, por edhe kësaj herë do të ketë një qeverisje me politikën e taksave të ulta, me lehtësimin e barrës për çdo qytetar edhe për bizneset, dhe kjo është lehtësisht e bëshme që në fillim. Por po ashtu ne do të bëjmë çdo gjë që duke subvencionuar nga buxheti i shtetit, parat të rishpërndahen tek qytetarët. Ato që ne marrim përmes taksave të shkojnë për përmirësimin e ekonomisë familjare, sepse ekonomia kombëtare po vdes për shkak të rrënimit të ekonomisë familjare. Ky rrënim i ka çuar më shumë se 1 milion shqiptar të largohen nga vendi. Dhe nëse kjo hemoragji vazhdon, mendoni pastaj se çfarë fundi e pret Shqipërinë. Dhe këtë gjë ne e shikojmë me sy të lirë. A nuk keni dëgjuar ju për shembull sa biznese ankohen që nuk gjej njerëz për të punuar? A nuk e shikojmë ne këtë në qytetet e Shqipërisë që vinë e të kurrën gjithmonë më shumë? Mirë, po çfarë do thotë kjo? Edhe nuk ka njerëz për të ofruar shërbime. As në institucione shtetërore, as në ato private. Kjo do të thotë që kemi më pak mjek dhe infermier. Dhe ata që janë, do duhet të mbajnë një barë shumë të madhe, duhet të trajtojnë shumë më shumë pacient, po kjo do të thotë që do të kushtojnë më pak kohë, mund të bëjnë dhe më shumë gabime. Pra janë një seri shqetësime zinxhir që vinë dhe probleme zinxhir që vinë, por thelbin e kam tek pasiguria që e madhe që sot ndjen në Shqipëri, ajo që është emëruesi më i madh i përbashkët i kësaj pasigurie është pasiguria financiare, siç e the edhe ti, dhe më pas ka çuar në një përfundim dramatik për Shqipërinë që është popullimi. Kështu që ne do ta kthejmë përmbys këtë situatë duke bërë ndërhyrje urgjente brenda 100 ditëve të para dhe nuk do të humbasim as një minutë kohë për ta bërë këtë. Do të bëjmë çdo përpjekje, çdo lloj sakrifice, sepse çdo sakrificë ja vlen që ta shpëtojmë Shqipërinë dhe çdo familje shqiptare. Qytetarët shqiptarë me 11 maj të përballen me disa oferta politike, kanë një ofertë që e kanë provuar për 3 mandate tashmë. Çfarë bën më të mirë ofertën tuaj, krahasim me ata që janë aktualisht? Unë e përmenda janë dy gjëra që janë shumë qarta si kristali, që është një program i qartë, konkret, i zbatueshëm dhe një ekip me njerëz që janë përgatitur të përkushtuar me integritet dhe të besueshëm. Por ju e dalloni qartë edhe mes fushatave elektorale. Ne kemi kundërshtarët tanë kanë një fushat që është depresive, nuk ofron asgjë, nuk thot asgjë dhe aq më keq ka përfunduar në një gjuhë vulgare, banale dhe poshtruese. Nuk e meriton asnjë shqiptar këtë poshtrim që po e bën kryeministri çdo ditë, duke rënë në këtë batak, në një retorik të padenjë. Dhe pse bën ai këtë? Sepse nuk ka ofertë, nuk ka plan, nuk ka program. Oferta e Partisë Socialiste është antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është 2030, shumë larg. Ai nuk ka asnjë plan. Ashtu si nuk pati një plan për të arritur deri këtu, e nisi me shëndetësinë falas ku jemi sot. Jemi tek shëndetësia e rrënuar. E nisi me 300.000 vende pune, apo jo? Jemi me 1 milion shqiptar të larguar për shkak të mungesës së këtyre vendeve pune. E nisi me shumë premtime të mëdha. Dhe sot ku jemi? Jemi në një shtet që vuan nga babëzia e një grushti njerëzish, se këta janë të babëzitur, dhe kjo babëzi nuk pushon. Ku e ka sot kryeministri qeverinë e vet 1, 2 dhe 3? I ka ose në burg, ose në rrugën drejt burgut. Pse? Për shkak të korrupsionit dhe babëzisë dhe vetëm qeverisja nuk mund t'i vësh si emër kësaj sjelljeje dhe kësaj mënyre se si është keq përdorur qeverisja dhe shërbimi publik. Kështu që kjo kërkon një përmbysje urgjente. Por qytetarët tash e bëjnë lehtësisht dallimin, ata e kanë parë se si në çdo takim tonin ne kemi folur vetëm për programin. Çfarë do të bëjmë për të ndryshuar jetët e tyre? Unë për shembull kam parë një reagim të jashtëzakonshëm tek gratë dhe vajzat. Gratë dhe vajzat janë ato që në fakt mbajnë edhe një peç shumë më të madhe të gjithë kësaj që po ndodh dhe e ndjejnë më shumë. Kam parë shumë nëna kryefamiljare, të cilat janë të detyruara të bëjnë sakrificat pa imagjinueshme për të mbajtur familjen e tyre, fëmijët e tyre, me një kosto shumë të madhe. Mirë, po ato nuk kanë patur asnjë lloj mbështetje, s'kan patur as shërbime bazike që t'i lehtësohet për shembull mundësia që të shkojnë në punë, nuk ka kusht të mbajë fëmijët, nuk kanë kopshte dhe shkolla publike.
apo ndim tjetër që do duhet t'u lecon të punën. Kam parë gjithë ato gra dhe vajza të cilat kërkojnë mundësi të barabarta në kuptimin e arsimimit, por edhe të shpërblimit të punës. Sepse sot tregu i punës nuk po shpërblen më dijen, nuk po shpërblen më talentin, nuk po shpërblen më punën, por shpërblen patronazhistët, disa hajdut, edhe pastaj ka rënë e gjitha pjesë e këtij kartelit të drogës që pasojat e cilit na kanë zbritur në çdo shtëpi, apo jo, me këtë pasigurim për jetën. Prandaj unë më ka ardhur shumë mirë që veçanërisht gratë dhe vajzat kanë qenë të interesuara në programin tonë dhe e kanë parë atë si një mundësi për ta ndryshuar rrënjësisht jetën e tyre dhe më vjen shumë mirë që kanë gjetur mbështetjen e tyre dhe besoj që vota e tyre, veçanërisht vota e grave dhe vajzave, do të bëjë një ndryshim drastik më 11 maj. Zgjedhjet e kaluara, i referohem 2023 zgjedhjeve lokale, 2021 zgjedhjeve parlamentare, ka pas pretendime nga ana e Partisë Demokratike për ndërhyrje të administratës shtetërore, për bandat e përfshira gjatë fushatës, i keni evidentuar edhe gjatë kësaj fushate, duke qenë se edhe struktura e posaçme antikorrupsion SPAK ndodhe në terren me ekipet e saj për të evidentuar këto raste. Ju vetë si Parti Demokratike keni evidentuar dhe çfarë macash keni ndërmarrë? Shiko, kur thua pretendon, do të thotë që nuk je i sigurt, po ne i kemi parë me fakte këto, me prova. I kemi parë me video të regjistruara, i kemi parë me dokumenta, pra këto nuk janë pretendime të Partisë Demokratike, këto janë fakte të regjistruara dhe të reflektuara edhe në raportin OSBE-ODIHR, që është organizata që merret. Si dhe mbroni votën kësaj herë? E para ka qeveria detyrën të sigurojë një proces të drejtë zgjedhor. Pyetja i duhet shtruar në radh parë qeverisë, si do të asigurojë ajo paprekshmërinë e procesit zgjedhor. Detyra e parë nuk është e opozitës, është e qeverisë. Ajo ka për detyrë të sigurojë procesin. Dhe kur qeveria nuk e bën këtë, atëherë ne të gjithë bashkë, opozita e para si institucion, çdo qytetar dhe të gjithë organizmat e tjerë që monitorojnë këtë proces, duhet bëjmë bashkë dhe themi që këtu nuk ka patur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Se ku është cënuar procesi, sa ka cënuar, në ç'përmas është cënuar ky proces, opozita e ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë punën e saj. Po ashtu, kësaj herë unë mendoj që ne jemi në një partneritet më të ngushtë edhe me organizatat ndërkombëtare, edhe me OSBE-ODIHR-in, edhe me Parlamentin Evropian, edhe me Këshillin e Europës, që ky monitorim jo vetëm të reflektohet në një raport, por të ketë një reagim shumë më tashpër ndaj Edi Ramës që ai të mbajë përgjegjësinë në rast se e cënon procesin. Ju e keni parë që ne tashmë brenda 6 muajve, që nga muaji nëntor dhe deri tani, kemi patur 4 rezoluta shumë të fuqishme që janë bërë nga partitë e djatha në gjithë botën për të mbështetur Partinë Demokratike, për të mbështetur një proces të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri, por ato e kanë thënë qartë që Shqipëria sot është një narkoshtet. Dhe duke qenë një narkoshtet, rrezikon shumë. Ndaj dhe kanë bërë thirrje përpara disa ditësh përsëri Partitë Popullore Europiane, që janë partitë e djatha në Parlamentin Evropian, dhe aty ulen të paktën 14 kryeministra të vendeve të Bashkimit Evropian, i kanë bërë një kërcënim fare të qartë Edi Ramës, që në qoftë se ai do t'i prek zgjedhjet, atëherë ai do të marrë disa penalitete shumë të rënda, por fatkeqësisht këto penalitete nuk do të rëndojnë vetëm mbi kurrizën e tij, por mbi kurrizën e gjithëve, sepse në fund penalizohet Shqipëria. Por ne të paktën tash kemi siguruar këtë që secili aktor mban peshën e vet të përgjegjësisë dhe rolit që ka në këtë proces, kështu që opozita ka bërë punën e vet dhe do të vazhdojë ta bëjë, organizatat partnere do vazhdojnë ta bëjnë punën e vet, por ajo që është më e rëndësishme është që qeveria, ne të gjithë duhet t'i kërkojmë mëngjes drejt darkë llogari qeverisë çfarë po bën për të siguruar që ky proces të jetë i drejtë dhe i pacënueshëm. Ne kemi parë se si procesi tashmë është prekur, qoftë procesi i votës së diasporës, qoftë brenda edhe se si janë keq përdorur burimet shtetërore. Por unë besoj që të gjithë ata punonjës të administratës shtetërore, të paktën do ta kenë telashin e madh që do të duhet të përballet me drejtësinë, sepse ne kemi kallëzuar në prokurorinë e posaçme. Pastaj se çfarë bën drejtësia është përgjegjësi e SPAK-ut, e GKK-s, që t'i ndjeki këtë çështje me shpejtësi dhe në kohën e duhur, sepse dhe koha ka rëndësinë e vet. Që të mos humbasin siç humbën dosjet
184-339 u bën edhe kushte të Bundestagut për Shqipërinë dhe përsëri këtu nuk gjetën zgjidhje. Por ky është një test që çdo njeri e ka përpara publikut shqiptar. Mbase në këtë situatë, Partia Socialiste mund të justifikohet me faktin duke qenë se deri më tani nga struktura e posaçme antikorrupsion ka qenë një eksponent, fakt ndyshohet i Partisë Demokratike, i cili dyshohet për shitblerjen e votës. Këtë si mund ta justifikoni? I referojmë rastit në qarkun e Fierit. Po është ngjashme ato çfarë ndodhi edhe me zotin Beleri, që në konkluzion, a nuk i bindi të gjithë që ajo që ndodhi me to ishte një lëvizje politike, sepse ku është zoti Beleri sot, dhe gjitha u arrit përmes negociatave me Edi Ramën drejt për drejt. Por njerëzit këtu jetojnë, e shikojnë, me çfarë mund të bëj presion Partia Demokratike, si e bleka votën Partia Demokratike. Këto janë raste që janë mizanskena të krijuara me qëllim për të vendosur një njohje pa merituar, po ne këtu në Shqipëri jetojmë. A mundet që a të bind kjo ty vetë si gazetar? Po sigurisht që jo. Po më besoj që të gjithë jo vetëm nuk i bind kjo gjë, po i revolton, sepse ne dim kush po e blen votën në Shqipëri, me cilat mjeta po e blen, kush e ushtron presionin dhe deri ku arrin ky presion dhe shantazh. Ne tashmë kemi, e thonë edhe rezolutat që përmenda 4 rezoluta, që ne kemi një trenom të tmerrshëm në Shqipëri, që është parti, shtet, krimi organizuar. Dhe ky trenom sot mban emrin e Partisë Socialiste me në qendër Partinë Socialiste, ose më saktë Rilindjen dhe Edi Ramën, sepse unë besoj që ka shumë socialistë të ndershëm, madje mendoj që më të shumt janë ata që janë të ndershëm, që e refuzojnë këtë model, dhe unë ftoj ata që ta dëshmojnë këtë me votë. Nuk besoj që edhe ata e meritojnë që të marrin këtë njohje nga një grusht njerëzish. Të gjithë bashkë, duhet bëhemi të gjithë bashkë, na bashkoj të paktën kjo gjë. Ne duhet ta shpëtojmë Shqipërinë dhe t'ia heqim këtë njohje vete si njerëz që nuk kanë mendje, pra jemi të paarsyeshëm dhe votojmë pa arsye, që nuk kanë zemër dhe nuk u bën përshtypje kjo gjendje katastrofike në Shqipëri, dhe t'i japim një mesazh të fortë dhe të fuqishëm Edi Ramës. Në zgjedhjet e 2023-shit ishin zgjedhje lokale, por Partia Socialiste thuajse fitoi në shumicën e bashkive. Çfarë ka ndryshuar në këto 2 vite? I grabiti zgjedhjet në mënyrë të dhunshme. Ju e mbani mend që vetëm një javë përpara se të fillonte procesi zgjedhor, Partisë Demokratike ju rëmbye simbolet e saj, logon, nuk u lejua të regjistrohej në zgjedhje, nuk ju lejuaj që të kishte komisioner, vëzhgues, kjo ishte grabitje e zgjedhjeve. To vetëm zgjedhje nuk ishin. Megjithatë, ne nuk ishim në kushtet që të mund t'i bojkotonim këto zgjedhje dhe u përfshim në këtë proces për ta çuar përpjekjen tonë deri në fund, po ju e mbani mend se çfarë ndodhi në Tiranë. A nuk denoncuam ne me kandidatin tonë Belind Kolliçi kompaninë 5D? Dhe sa raste denoncuam ne që ato vinin zgjedhjet? Vërtet Erion Veliaj dhe 5D-ja e tij i fitoi zgjedhjet, po ku janë sot? Janë të gjithë në qeli, apo jo? Mirë, po kjo ndodhi me një dëm shumë të madh në kurisë të banorëve të Tiranës, sepse ne vazhdojmë edhe sot paguajmë para për të mbajtur gjallë korrupsionin e këtyre njerëzve. Kjo duhet kishte ndaluar. Ne do të kemi përsëri zgjedhje të parakohshme në Tiranë, të jeni të sigurt për këtë, menjëherë pas zgjedhjeve të përgjithshme, por këto janë faktet që i kemi parë të gjithë. Dhe ne besoj që nuk meritojmë që të vazhdojmë me këtë model keq qeverisjeje, nuk e meriton asnjë qytetar, as i ri, as në moshë të mesme dhe as i moshuar. Nuk i kemi zgjedhje normale këto. Ne tani jemi në një udhkyq që është vendimtar për Shqipërinë. Ne ose do ta shpëtojmë Shqipërinë, ose do ta humbasim atë. Kjo është zgjedhja kësaj here. Nuk kemi luksin pra nuk kemi bëhet fjalë thjesht për një rotacion. Këtu o ka përmbysje, ose pastaj Shqipëria fatkeqësisht do të ketë një fund të palumtur dhe këtu do të mbeten vetëm disa të moshuar, por që nuk do të ketë më njëri që të bëjë as shërbim. Kjo është pika ku do të katandiset Shqipëria. Ftesa ime është për ta parë të gjithë si një mision këtë zgjedhje. Çdo njëri prej nesh duhet ta konsiderojë veten misionar dhe duhet bëj pikërisht të zgjedhje. Do Shqipërinë apo do Edi Ramën.
Ata që duan Shqipërinë, do të shkojnë të votojnë për Aleancën e Shqipërisë Madhështore, për Partinë Demokratike, për kandidatët e saj, sepse ne jemi të vetmit që mund të realizojmë këtë përmbysje, ne jemi të vetmit që kemi një program konkret, ne jemi të vetmit që kemi një ekip serios të përgatitur dhe që i përgjigjet urgjencës së kësaj kohe. Të tjerët mund të kenë një individ nuk bën dot asgjë. Vetëm një ekip me njerëz që janë të aftë dhe din çdo thot të qeverisësh, mund t'i përgjigjen urgjencës së kësaj kohe dhe kësaj i përgjigjet vetëm Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Sondazhet e publikuara nga disa media tregojnë paktën për qarkun e Tiranës që Partia Demokratike nuk i kalon 15 mandate. Ajo që reflektohet në terren është e njëjtë me ato të sondazheve, pak në perceptimin tuaj? Shiko, ka një gjë, unë më mbin keq që sot mediat janë bërë dembele dhe nuk i shoqërojnë kandidatët dhe fushatat në terren. Unë do kisha dashur shumë që në fushatën time të kisha patur gazetar me vete, i kam takuar disa në rrugë dhe ta shikojnë vetë. Nuk ka sondazh më të vërtetë se ai që gjen në rrugë. Ti ke sot të gjithë kandidatët e Partisë Demokratike që ecin lirshëm në rrugë, takojnë qytetarët, dëgjojnë atë që thonë ata, dhe ai është sondazhi i vërtetë. Këtë gjë ti e dallon lehtësisht. Ndërkohë ke kandidatët e Partisë Socialiste janë ose të vetmuar, edhe lëvizin kështu të hutuar, ose lëvizin me një tabor të madh që sigurohen që nuk i ngacmon njëri, sepse ndihen të friksuar. Ky është ndryshimi shumë i madh. Ju e shikoni ndoshta të paktën përmes rrjeteve sociale. Ne kemi një fushat të hapur, një fushat plot frymë dhe reflektojmë, gjithë secili prej nesh reflekton këtë. Shikoni fushatën e Partisë Socialiste. Një pjesë janë futur në gjuhën poshtruese të Edi Ramës dhe konsiderojnë qytetarët sikur janë njerëz që s'kuptojnë asgjë dhe duan vetëm tallavan, po kjo është poshtruese. Dhe një pjesë tjetër janë të mbyllur në ato kutitë e veta të vogla, rinë për zyra, edhe duar trokasin njëri tjetrin, vetveten pra, janë si në një dhomje hone dhe dëgjojnë veten, por kaq. Kështu që unë i besoj asaj që shoh vet, asaj që dëgjoj vet, dhe kjo është një përmas kaq të madhe sa e përmbys lehtësisht ato rezultatet e sondazheve që nxjerrin televizionet. Në këto zgjedhje nuk keni disa nga ish eksponentët e Partisë Demokratike dhe aleatët e saj, referojmë zotin Lulzim Basha, ish kryetarit e Partisë Demokratike, Enkeleta Ribeja që është së bashku me zotin Dashamir Shehaj, Agron Shehaj gjithashtu, i cili ka një forcë të tij politike, Partia Mundësia. Gjithë këta vota, duke qenë se dhe zoti Berisha ka deklaruar që do marrin nga thesi i madh i Partisë Demokratike, do ju dëmtojnë në zgjedhje? Shiko, është e vërtet që Partia Demokratike e para bëri një thirrje të hapur për të bërë një aleancë me çdo njeri, me çdo forcë politike dhe kishte vetëm një kusht, që t'ishte në opozitë realisht me Edi Ramën. Pra të mblidhej me një qëllim që të rrezoni me Edi Ramën. Kusht nuk ju përgjigj kësaj ftese, besoj ju e kuptoni shumë qartë se çfarë qëllimi ka patur, se kishte vetëm një kusht. Kjo është e para. E dyta, ajo për cilën nuk flitet sot, është edhe lëvizjet politike brenda të majtës, se nuk ka pasur luhatje vetëm nga Ediata, me gjithë përpjekjet që u bë për ta çarë atë, po lëvizjet brenda të majtës, sa i mbani mend? 2017. Është lëvizja Koka, është lëvizja Tahiri, është lëvizja Bllako, është lëvizja Ahmetaj, është lëvizja Veliaj, është lëvizja Beqaj, se dhe këto lëvizje janë lëvizje në burg. Edhe këto i kanë hequr vota Partisë Socialiste, apo jo. Këto janë një forcë politike në vete, është forca politike e burgut, por sa vota i ka hequr kjo Partisë Socialiste? A nuk i ka hequr shumë se çdo lloj bjerje tjetër brenda Djatës? Po patjetër që i ka hequr. Kështu që qytetarët e bëjnë dallimin dhe prandaj thash që unë kam besim, sepse e shoh, pra kam një optimizëm të kujdesshëm, nuk po flas thjesht me dëshira, por nga ajo që shikoj, njerëzit e kanë bërë zgjedhjen e tyre, dhe kjo zgjedhje është Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe të gjithë kandidatët e saj në çdo qytet të Shqipërisë. Po sa i takon votës së diasporës, cilat janë pritshmëritë tuaja dhe si do reflektohet ajo në rezultatin e përgjithshëm, duke qenë se është hera e parë që implementohen në vendin tonë? Po si mendoni unë, 1 milion shqiptarë që u larguan në 12 vite, kë mund të votojnë?
A nuk u larguan ata nga Edi Rama? Pa ata 1 milion shqiptarë që kanë lënë pas, prindërit e tyre, edhe nuk jetojnë dot se nuk kanë pensionin as 200 euro. Por ama në zgjedhje janë regjistruar mbi 200.000. Po 1 milion shqiptarë janë larguar, një pjesë nuk kanë dokumenta të rregullta. Një pjesë janë detyruar që të heqin dorë dhe nga nënshtetësia shqiptare. Kanë bërë sakrifica të jashtëzakonshme. Janë bashkëdetarët tanë. Ju e mbani mend se si kanë hipur gomoneve për të shkuar në Angli. Janë futur në përmaune dhe kanë rrezikuar jetën e tyre. Në mënyrë të drejtë për drejtën, nuk është kjo e nënkuptuar. Në mënyrë të drejtë për drejtë kanë rrezikuar jetën në vitet e lëvizjes pa viza për çfarë? Për gjetur një jetë më të mirë dhe kushte më të mira jetese. Nga ky realitet kanë ikur kaq të dëshpëruar dhe jam e sigurt që do votojnë për ta ndryshuar këtë realitet me mundësinë që u është dhënë. Ata që nuk e kanë patur këtë mundësi për ta ushtruar votën e tyre përmes postës, do të vinë në Shqipëri dhe do të votojnë këtu. Ka shumë njerëz që kanë ardhur, jo më larg se sa djetë, takova 2 zonja që kishin ardhur. Njëra kishte ardhur nga Amerika, tjetra kishte ardhur nga Italia dhe tha kemi ardhur për të votuar me 11 maj. Edhe pastaj do të ikim. Dhe do të ketë shumë të tillë. Pra, jo vetëm ata që janë regjistruar dhe janë në diasporë dhe jetojnë në vendet e tjera, por edhe ata që po ashtu jetojnë në këto vende dhe do të vinë në Shqipëri, do të japin një mesazh të drejtë për drejtë dhe shembullor Edi Ramës që ka ardhur koha, ka ikur madje, është e kaluar koha që ai t'i jap fund këtij qeverisë së tij në Shqipëri. Përfiton nga rasti që ju kam këtu, sa mandate mendoni që mund të merrni në Tiranë, duke qenë se dhe ju jeni kandidate në këtë qark? Partia Demokratike do të fitojë këto zgjedhje dhe përmbysja më e madhe do të realizohet në Tiranë. Ju do ta shikoni, ne do të marrim të paktën 19 mandate në Tiranë, por me këtë frym që unë shikoj, mund të shkoj edhe më shumë. Faleminderit. Faleminderit zonja Xhulali që ishit me mua në këtë bisedë dhe ju uroj suksese në ditën e vijim në fushatën tuaj. Faleminderit dhe i ftoj edhe një herë të gjithë qytetarët që të votojnë për njëshin Aleancën e Shqipërisë Madhështore Partinë Demokratike, votojnë dhe për një zonjë deputete, pjesë e këtij ekipi fantastik të qarkut Tiranë. Faleminderit. Faleminderit. Do kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do rikthehemi sërish bashkë.